Një aksident i rënd zinxhir ka ndodhur këtë të shtunë në kilometrat e fundit të autostradës Ibrahim Rugova, pranë pikës kufitare të Morinit, ku u përfshin 6 automjete si pasojë përplasjes. 7 persona mbetën të lënduar, mes tyre një fëmijë e një grua shtazan në muajin e 7. Të plagosur të transportuan me autoambulancë drejt spitalit rajonal të Prizrenit, ku po marrin trajtimin mjekësor. Deri në këtë moment nuk raportohet për viktima, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë informacion mbi gjendjen shëndetësore të lënduarve. Me njëherë pas aksidentit, në vendngjarje ndërhyn njësitë e policisë Kosovës e ekipet emergjente, të cilët siguruan zonën nga ndihmën e parë të lënduarve e punuan për rikthimin e qarkullimit. Për shkak të aksidentit, një rakorsia e autostradës në drejtimin Prizren-Morin u bllokua, duke shkaktuar kolona të gjata automjetesh e vonesa në trafik. Policia ka apeluar ndaj drejtuesve të mjeteve që të shmangin nëse është e mundur këtë segment rrugor ose të respektojnë udhëzimet efektive në terren. Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta. Policia e Kosovës ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes e për të publikojë detajet e tjera pas përfundimit të veprimeve hetimore.